jem të varros gjenazën, gjatë varrimit, edhe pas varrimit, çka me ba? Kjo, adin këto që i bajmë krejt të manifestime që i bajmë në aty, çka është përcjell prej Rasulit alayhi salam? Ngani musliman, krejt çka dihet prej Rasulit alayhi salam edhe prej shokëve të tij është se gjatë varrimit ka është mbulu gjenazja me dhe, është mirë me marr pjesë me qitë dhe. Nëse monesh, për shkak se ka njerë e larë, ka njerë së monesh, për shkak se ka njerëz, mirë po në qofë se të afrohet mundësia, ja qëtë 3 grushta dhe e para, në qofë se ki mundësi, pa lexu kur gja, pa thanë kur gja, e para. Të ku ka shtirë kjo? Adin qka është e dyta, kur të varroset gjenazja, lëshohet në dhe, e lutesh, ka thonë Muhamedi alayhi salam, lut në Allahun azza wa jall për vllahun e juve, për motrën e juve, për shkak se kjo tash pytet. Lut në Allahun azza wa jall me ja fal Allahu azza wa jall gjinahet edhe me e forcu. Lutesh thu Allahumme forcaje. Qysh ka thonë Allahu azza wa jall, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allahu i forcon ata të cilët kanë besu. Te lut Allahun azza wa jall, Allahumme forcaje. Allahumme falja. Po në qofë se thuti 3 herë, Allahumme falja gjinahat, falja gjinahat, falja gjinahat. Është hajrë kryesore, lutesh me ja fal Allahu azza wa jall gjinahat edhe me forcu. Po shtu 2 gjana. Po më uqu një imam edhe me thanë, lut në Allahun azza wa jall tash, për me ja fal Allahu azza wa jall edhe për me forcu, është hajrë. Me thanë që ka thonë Muhamedi alayhi salam, se këtë tash pytet që kja nuk ka nevojë më thanë, për shkak se ka thonë Muhamedi alayhi salam, ai e ka ditë që këtë tash pytet. E na, çka dim na? Na dim që këtë paqare ka më pyt. Ama tash nuk guxojna me thanë na. Dhe me thanë, na thojna veç, lut në Allahun azza wa jall me ja fal edhe me forcu. Po këto 2 gjana. E këto tjerat unë s'po të foli kur gja për ta. Ama pe kuptan se në fillim thash krejt çka është përcjell për Rasulit alayhi salam është shika. Po këto leximin e Kuranit e po këto musliman, ai që i thot duhet, vetë thuj, a ka argument? Ka me thonë, qysh s'ka argument me lexu Kuranin gjithmonë është mirë, thuj shumë mirë. Po tash veç një argument po na vjen që me lexu Kuran të vorët. Veç edhe që të argument edhe në rregull jem, edhe në cila është përgjigja në shumicën e rasteve, s'ka të keqe. E kjo s'ka të keqe, kjo është derë e madhe. Kjo ke derë, ai që hen, ai nuk ja gjan funin kësaj derës, nuk ka të keqe. Edhe në diçka tjetër musliman, e ke pa ku lexojnë Kuran të vorët. E ke pa ka thonë Muhamedi alayhi salam mu ul në varr. Është ma keq se sa me ul në gacë edhe me ta kall zjarri teshën tani me të mri deri te trupi. Kjo është ma hajrë se sa me ul në varr. Domethënë varr me ul, e ke pa ku lexojnë Kur'an. A di ku ulën? Shumica ulën për gur të vorrave. Veç për cili. Hajde tash po lexojmë Kur'an, këtë në gur të vorra. Ajo çka s'ka bazë gjithmonë bën të keqja musliman. Kjo e para. E dyta çka po do të thonë, tash imamat tonë, Allahu azza wa jalla shpërbleft, kanë filluar me ik pikë kësaj në leximit të Kuranit. E vrejnë pak po mënon me ik kësajna, edhe po qohon po mbajnë ligjëratat e vorret. Po mënon pak me ik pikë kësajna, kjo është malet, kjo është fakt që është malet. Mirë po edhe për këta s'ka argumente musliman. Unë po ju foli pe popullit, pe asaj që komunitet e popullit. Vete di kanë kur kanë varrim, dimnit, vete, për dimën po foli. Vete a ku kethat në varrim? Qysh shkoj varrimi? Mirë shumë, veç ka? Veç i na mërdhi. I na mërdhi. Krejt mërdhihen. Ti gjysë sahat e ligjërat, Allahu azza wa jall shpërbleft, këtë xhallar që më njohin kështu, e din çfarë respektit madh kanë për xhallar, që nuk është akuz për Kur'an, edhe pi kuptoj se e di që çashtu në ashtu dunia bëhet vet. Allahu azza wa jall na ruaj se është tir me heko musliman, është tir se ka zon bazë të madhe, ka bë gjëra që s'kan bazë mirë, po në po folën përgjithësi, domethënë ata që e din fen nuk kuptojnë. Për fond tash po them, qysh më ulut me imami më thon amin edhe imami më ulut na më thon amin, jo, secili vetën. Kjo s'është përcjell pe Rasulit alayhi salam, secili vetën më ulut për shkak se unë e kam bab, ti e ke vlla, ti e ke fshi, ti e ke veç katonar. Domethënë neve së na prini imam dohat, doja është punë e zemrës, nuk mund më prija i mua. Për shkak se unë lëm të lut për babën tem, për vllahën tem, për nanën tem. Ku do më pri imami, unë lutna për nanën tem me zemrën time. Ti luto për fëmijën tan me zemrën tane. Për shembull, kur ka vdek një fëmijë jami, unë kur kam fëmijë,
çka I thësha mgojke? Çka I thësha mgojke? Çfarë du shefi kom pasone, mi aqu, veç aqa isha ato hekrat, ato çka dësha me mreq, këtë mi varit kek. Çka I thësha e kur niva që deke lutë Allahun azuqel, mi ha falë Allahu azuqel, për atë që si mirë me muhe. Kjo më kujtu për fshion tam, ti lutesh, të kujtohet ta ka ba, ta ka blu dëmil, në molli. Lutë Allahun azuqel. Të ka nimun herë jemi në laq, të ka shty një herë me dorën e tina, lutë Allahun azuqel, Allahun më nimaj. Të shtajnë musliman. Une e kam vla, une e kam babë, une lutë në nëryshe, ti lutë në nëryshe, ti e ki vla, ti lutë në nëryshe, me lutë në nëryshe. Kështu që jo me gjemat, se cili vetën. Sa gatë më lutë, jo gatë musliman. Thash, shkurt, thjesht, lutesh Allah me falja, një herë, 3 herë, Allah me forcaje. E tho kry, po sa mas shumë ti ban me zgat, qaq sa prehet një kurban. Qaq ko, po kjo është me madhe, këto s'ka nevoj me ba. Po në qovë se I ka dik dikush I ka dik e vlati. Rën gjysë sahati lutët aty. Hajrë, nuk ka gjysë sahati. A me prit krejt, ja. Shkojnë atë tjertë, kë, ka më lutë. Jo po s'pëjdel mi thonë ditën e mirë një hazëhani, mare, nuk I nashkua të mi thonë ditën e mirë e natën e mirë, është të lutë. Këtu e ma abetë tonë atëni. Kështë që, po më nëna mi fosë të shpia, më si manë se këtë, përdeqme këto. Kjo është ajo që është përcjell për Rasulit alayhi salam. Por fon për ka zënë thanjet Aliut radiallahu anhu, ka thënë Aliu radiallahu anhu, dia është pikë e thjesht, e lehtë. Këtë më man. Ignorantat, të paditurit e kanë bërë shumë. Kështu që për fon po tham pasuar Rasulin alayhi salam e kira aty në zemrës tane, nuk ka nevojë kur gjë më shumë, një mon pak në varrim, lutë Allahun azuqel edhe shkepën këtë njerëzit. E këtë për fond po tham, ka thonë Muhammedi a.s. ka të largohë njerëzit I nin I vdekuri, I nin nalët e tyne, këpucat e tyne të largohë. Që ata që në ka nejtë gati gjithmonë dhe ju këna nejtë gati gjithmonë, tash I nin këpucat e tyne të largohë. Tak. Shkanë, se nin ma, larkë. Shku. Edhe kemi me ti me amelet e tua. Kaq përfundoj. Kjo është përfundimi jonë I kësaj dynjas. Kaq kem kontakt me këta të kësaj dynjas. Aty anina, Allahu Azza wa Jalla na nimoft, na I falë gjinat, na përfshift me rahmetin e tina. Selam aleikum.